a mendoni se pasuria duhet I lihet vetëm djalit apo të ndahet mes fëmijëve? Po kjo është një pyetje psikologjike, domethënë, që duhet ta kuptosh që në Shqipëri për shembull, djali I fundit, sugari si I thonë, domethënë, ai duhet qëndrojë me prindit, domethënë, pasi dhe martohet edhe ashtu, të tjerë domethënë, mbas moshës 18 vjeç, domethënë, të gjithë shohin punët e tyre, domethënë, nëse është një prind, domethënë, shumë I kujdesshëm, I marton të gjithë, pastaj I ndan, domethënë, në shtëpia veça afër shtëpive, domethënë, kjo është si mentalitet. Por tani ndodhet që në qoftë se keni gocë mund ta marrë dhe si kollovar, domethënë, aty te shtëpia, domethënë, gjë që ashtu po. Që burri jetojë te shtëpia e gruas, po. Atë desha them, po duhet patur parasysh tani që ky mentalitet po ndryshon. Kjo ndodh në zonat melore, në veri apo në jug, domethënë, po në qytet, domethënë, shumica I kanë prindit në azil pleqve, nuk jenë lodhma me ta, domethënë, arria atje thot mami e paguaj unë sa do ashtu, po se sa të kujdesem, domethënë, jo për atë, po është nusja e ka bezit laj rrobat e plakut ai thotë s'laj rrobat e mia dhe lajt atyre. Po se janë nuset e sotme që kanë dëshirë të jetojnë me vetë. Po janë gjitha me shkollë të larta, janë gjitha të kulturuar, zhvilluar, domethënë. Mendon se dikon këtu shkolla lart? Po, domethënë sa më I kulturuar ti është, domethënë, e kuptohen më mirë, domethënë se ata po ti është pa arsim, domethënë, thotë është rrit me atë mendimin, domethënë, vjeri dhe vjera është si nëna dhe baba, domethënë, edhe nuk e ndryshon, po ai me shkollë lart, domethënë, e mendon ndryshe. E kupton, domethënë, që është mungesë pastërti, domethënë, të rinë shtëpi aty, më thotë shkoj, janë organet përkatëse, domethënë, që merren me këtë, domethënë, edhe paguajmë, edhe kur vjen funi, vimet shojmë një herë dita, një herë në javë, domethënë, se të kesh nevojshme ashtu, po kjo domethënë, siç e ka bëj perëndimi, domethënë, ka filluar dhe në Shqipëri të vënë një domethënë praktik, domethënë, dhe kjo është domethënë pozitive nëse djali, domethënë, është dhe ai dakord me gruan, domethënë, që prindit jetojnë, domethënë, po ka që nga ata që sjellin dhe vjerin aty në shtëpi, domethënë, dhe bëhen lëmë familje madhe, edhe pastaj pastaj se lindin keq kuptime, lindin probleme qoftë financiare, qoftë kush e merr testamentin, kush e merr këtë, domethënë, ti e shet te dila shqiptare. Ju do jetonit me familjen e gruas, e partneres? Se jeni shprehur që keni një partnere. Po, tani e dashura ime është franceze, domethënë. A e keni tuaj? Po, edhe kështu që unë I shoh ata një në muaj, një në vit, domethënë, po ata janë aristokraci, domethënë, dhe kanë, domethënë, si tip kështjellë, si tip kalaja, domethënë, edhe o bordë, domethënë, me kuaj, me gjëra, domethënë, ata janë borgjezi e vjetër, domethënë, se ti e di, Franca ka qenë gati 2000 vjet mbretëri, domethënë, dhe ata janë, domethënë, 5-6 shekuj aty, domethënë, Francë, dhe e kanë atë botkuptimin e tyre, domethënë, që neve na shohin, domethënë, si shumë njeri I thjesht, domethënë. Shtres e ulët apo? Shtres e ulët.